rogullt dhe s'do ketë roga tulta asnjëherë dën 500 euro. Çdo rogullt do ketë kartën e konsumatorit, me të cilën buken gjërat bazë ushqimore do t'i blej 20% në lirë së të tjerët. Do mirëni pra 450 euro kthim të TVSH-s që keni shpenzuar. Qeveria shqiptare ka vendosur 100 ditë të para të firmos listen e rimbursimit të barnave që rimburson qeveria italiane. S'do ketë më nevojë të kërkoni ilaçe tek njerëzit tuaj. Jo dhe jo. Ilaçet do t'i merrni falas me listë si pas listet që i marrin italianët sot. Energjia zbret në 7 lek, tarifat e ujit do përgjysmohen. Hiqe një sëri taksash absurd antikushtetuese që këta grabitqar kanë vendosur mbi ju. Miq, unë jam këtu për t'u dhënë fjalën se falen 100%. Gjoba dhe kamat vonesat e IKMT-s për familjet. Falet dhe kthehen mbrapsht të gjitha detyrimet dhe taksat e profesioneve të lira. Falen taksat dhe tarifat vendore për bizneset e vogla dhe për individet që në një verifikim të thjesht nuk kanë mundësi pagese ose që kanë të ardhura sa minimum jetik apo llogarit bllokuara për shkak të taksave dhe tatimeve. Falen kamat vonesat dhe detyrimet tek të gjithë debitorët që janë në tratimin mbi të ardhurat në Shqipëri. Falet takse e pronës për familjarët që s'kan patur mundësi ta paguajnë. Falet takse e pronës për bizneset që kanë pronën e tyre dhe jo me qira. Falen të gjitha gjobat dhe kamat vonesat e keshit dhe ujit. Falen të gjitha gjobat e policëve bashkiak, rishfetxhi dhe gjobvenës mbi ju. Asnjë mos paguani. Pjestohet me 3 takse e pastrimit për qytetarët dhe bizneset. Hiqet me njëherë taksa antikushtetuese e arsimit. Hiqet taksa e reklamës për bizneset e vogla. Hiqet tarife tabelësh për këto biznese dhe të mëdha.